Ndryshe nga pushtetarët dhe VIP-at, për një pjesë të mirë të shqiptarëve nuk do të ketë pushime verore. Kriza ekonomike është ajo që do t'i pengojë ata për të pushuar. Papunësia apo moskursimi nga rrogat e pakta i përjashtojnë shqiptarët që të shijojnë të paktën një herë në vit pushimet e verës. Ku keni ndërmend t'i kaloni pushimet këtë verë? Akoma s'kam vendosur. Po përse? Po ka shumë probleme, njerëzit kanë probleme halli për të zgjedhur, për të sistemuar fëmijët e shumë gjëra të tjera domethënë. Edhe çështje financiare këtu? Po sigurisht dhe çështja financiare ka, se po ti kesh të zgjidhur probleme financiare, i merr familjen dhe ikën, nuk është ndonjë problem i madh për ta zgjidhur, se plazhi ka gjithandej domethënë. Në shtëpi jemi pa punë, ku të kalojmë, s'kemi ku kalojmë. Do para pushimet. Ndërkaq, pakicat të cilat kanë planifikuar pushime preferojnë t'i kalojnë ato në Bregdetin shqiptar dhe kryesisht në ato jugor. Të rrallë janë ata të cilët do të shkojnë jashtë shtetit, pavarësisht se agjensitë turistike ofrojnë paketa pafund dhe me ulje çmimesh. Ku keni ndërmend t'i kaloni pushimet e verës? Në Kroaci. Me familjen apo shoqërinë? Shoqërinë. Zakonisht, duke ju referuar një tradite, zakonisht i bëjnë një 15 ditë që bëjnë sarand, edhe pastaj po që për kohën e mbetur, më mbetet edhe buxhet akoma, bëjnë një fresh jashtë shtetit. Pushimet si vjetë bashkë me vajzën dhe mbesat do t'i kalojmë në himar. Pushimet e verës kam bërë një plan që të shkojnë ndërmi, por është edhe mundësia që të ikë një javë në Turqi. Nga ana tjetër, në vendin ton kanë filluar të vinë edhe pushuesit e parë të huaj. I come from France, from Toulouse in the south. Më pëlqen Shqipëria, vi nga Franca dhe do të qëndroj bashkë me bashkëshorten time këtu për 3 javë. Kemi ardhur këtu të premten e kaluar. Bregdeti shqiptar është ai që na ka bërë më tepër përshtypje, sidomos ai jugor. Por edhe relievi malor na ka pëlqyer gjithashtu. Theksoj se kjo është vizita jone e dytë këtu në Shqipëri, e para ka qenë përpara 3 vjetësh. Si përfundim, alternativa e vetme e shqiptarëve për të gjetur sado pak relaks është vetëm gjatë fundjavave dhe në Bregdetet më të afërta, në mënyrë që të shpenzojnë sa më pak.